Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk u paraqit sot në prokurorinë e posaçme për çështjen e 21 janarit, duke përsëritur se nuk ka marrë asnjë thirrje nga SPAK-u. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha deklaroi se prokuroria e posaçme nuk i ka dërguar asnjë njoftim, as në banesën e tij, as në parlament e as në selinë e Partisë Demokratike. Nuk më kam thirrë, sa të thrasin për çdo gjë, jo për këtë, unë shkoj, s'kam asnjë lloj. E ndërsa Berisha ishte në konferencë me gazetarë, SPAK-u njoftoi publikisht se i ka nisur 2 herë thirrje kryetarit PD-s, duke vënë në dukje se shoqëruesit që qëndrojnë tek banesa e tij kanë refuzuar të marrin zarfin. Por sërish Berisha i hodhi poshtë qëndrimet e prokurorisë posaçme. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Kur organet gjyqësore e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo etj, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Por vetë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi sot fokusohet tek shpallja non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të familjes shqiptare Hyssa për shkak të lidhjeve me kartelin meksikan të drogës Sinaloa. Berisha solli në vëmendje takimin e kryeministrit Edi Rama me luftar Hyssën pak vite më parë, duke akuzuar qeverinë se u ka hapur dyert karteleve të drogës. Tregon vetë se si i dha licencën e hotelit, i dha lejen e hotelit me 5 yje, e shpalli investitor strategjik 10 vjet pa taksa, i dha licencën e kazinos, klanit të Sinaloas, vëllezërve Hyssi në një ndër pozicionet më të fuqishme, në kartelin më të fuqishëm të drogës në botë që është Sinaloa.